Konsumoni çdo ditë lëng panxari të kuq dhe i thoni lam të mirë këtij problemi shëndetësor. Hemoglobina, një proteïnë e pasur me hekur, është komponent thelbësor për të jetuar një jetë të shëndetshme. Kur trupit i mungojnë mjaftueshëm qeliza të kuqe të gjakut ose hemoglobinë të shëndetshme, kjo çon në një gjendje shëndetësore të njohur si anemia. Anemia shoqërohet me gulçim, lodhje, dhimbje koke, oreks të dobët, rrahje të shpejta të zemrës dhe marramendje. Për të përballuar një gjendje të tillë shëndetësore është domosdoshme përmirësimi i niveleve të hemoglobinës në trup. Ju mund ta bëni këtë duke shtuar lëngun e panxarit në dietën tuaj, citon Eltisajt. Lëngu i panxarit është i pasur me mineralin e hekurit, minerale të tjera të dobishme dhe vitamina A. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo perime e mrekullueshme është shumë e dobishme për njerëzit që vuajnë nga anemia. Lëngu i panxarit është një burim i shkëlqyer i hekurit dhe vitaminës C, e cila konsiderohet e mirë për anemin, ndërsa gjethet e panxarit janë të dobishme për problemet e shpretkës dhe të mëlçisë. Kuptohet se ka veprime pastruese dhe dietike. Panxari ndihmon në riparimin dhe riaktivizimin e qelizave të kuqe të gjakut në trup, gjë që rrit më tej furnizimin me oksigjen në të gjithë pjesët e trupit. Një nga mënyrat më të mira për të konsumuar panxar për anemin është të keni atë në formën e lëngut. Lëngu i panxarit është një produkt i shëndetshëm që mund të bëjë mrekulli për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Panxari dhe karrotat bëjnë një çift të bukur dhe ky kombinim është mjaft i dobishëm për ata që vuajnë nga anemia, pasi ndihmon në rritjen e niveleve të hekurit në mënyrë natyrale. Mund t'i shtoni edhe portokall të ëmbël, pasi do ju ndihmojë të merrni një dozë të dyfisht të vitaminës C. Pirja e lëngut të panxarit rrit qarkullimin e gjakut në tru të njerëzit dhe ky konkluzion tregon se kokrat e kuqe të panxarit janë të mira në uljen e funksioneve të dëmshme të trurit, sidomos pas moshës 50 vjeçare, sipas një studimi të fundit. Rrënja e panxarit përmban përqindjen më të lartë të nitrateve, të cilat shndrohen në nitrite në organizëm. Këto substanca ndihmojnë në hapjen natyrale të enëve të gjakut në trup, duke rritur rrjedhjen e gjakut dhe oksigjenit në zonat që nuk kanë mjaftueshëm oksigjen. Studimet e mëparshme kanë treguar se nitratet zgjerojnë enët e gjakut dhe ulin tensionin e tij. Por studiuesit thonë se kjo është parë kur gjethet e tij janë edhe në dietën tuaj. Këto substanca të mira gjenden gjithashtu edhe në përqindje më të lartë të selinoja, lakra dhe perimet e tjera me gjethet të gjelbër si spinaqi. Ka pasur disa studime të famshme që tregojnë se pirja e lëngjeve të panxarit arrin të ulë presionin e gjakut, citon Brightside. Gjithashtu ekspertët tregojnë se përfshirja e panxarit në dietën tuaj e kombinuar me karrot mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Lëngu i panxarit, nëse pihet i papërzierë me ndonjë frut tjetër, është i vështirë për të gulltitur. Megjithatë, besimi i patundur që ai përmban furnizon me oksigjen të gjithë organizmin dhe e bën atë edhe shpeshherë të nevojshëm. Për fat të keq, panxari përmban sasi të lartë të oksalatit, një substancë e cila rrit riskun e formimit të gurëve veshka dhe trombozave të ndryshme dhe trazon stomakun. Këto janë dy nga problemet që mund të shkaktojë lëngu i panxarit të kuq në organizëm. Ai mund të shkaktojë gurë në veshka dhe të ulë tensionin nëse nuk dini se si ta konsumoni. Prandaj, në kombinim me karrotën dhe mollën, mund të shndrohet në një lëng mjaft të pafshëm për organizmin që mund të mbajë larg një sër komplikacionesh. Nëse panxari nuk është pjesë e regjimeve tuaja të kujdesshme ushqimore, duhet ta përfshini me patjetër në dietën tuaj. Panxari përmban fitonutrient të quajtur beta-lajn, të cilat kanë efekte të mira antioksiduese, antiinflamatore dhe detoksifikuese. Kjo perime gjithashtu përmban vlera ushqyese të fuqishme që mbrojnë zemrën nga komplikacionet, fetusin nga defektet gjatë zhvillimit dhe llojeve të ndryshme të radikaleve të lira. Për të bindur se lëngu i panxarit është lëngu i jetës, dëgjoni me vëmendje përfitimet kryesore që do të merrni nga ai sipas ekspertëve të Healthline. Panxari ka përbërës që parandalojnë dhe luftojnë qelizat e dëmshme.
Fitonutrientët që gjenden te lëngu i kuq i panxarit luftojnë dhe parandalojnë zhvillimin e qelizave të dëmshme. Uluntimet kanë treguar se panxari përdoret për të trajtuar problemet e pankreasit, të gjirit, gjithashtu edhe të prostatës. Kombinimi efektiv i antioksidantëve dhe antiinflamatorëve të panxarit e bëjnë atë një kandidat të shkëlqyer edhe për përmirësimin e mundshëm të shëndetit kundër radikaleve të lira. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e tij, sigurohuni ta kombinoni vazhdimisht në dietën tuaj për të marrë përfitimet unike edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Panxari cilësohet si një produkt fantastik edhe ndihmon në pastrimin e mëlçisë. Panxari është i pasur me antioksidantë të cilët do të ndihmojnë në pastrimin e duhur të mëlçisë. Panxari është i pasur me antioksidantë që pastrojnë mëlçinë nga toksinat dhe forcojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Ndaj përfshirja e tij në dietën tuaj mund të cilësohet si një element i fuqishëm kundër këtyre komplikacioneve. Panxari trajton dhe problemet e kapsllëkut. Panxari është i pasur me fibra të cilat kontribojnë në shëndetin tuaj të zorrve, duke parandaluar kështu edhe problemet e kapsllëkut. Duke i shtuar ato në dietën tuaj, do të përmirësoni shëndetin tuaj tretës dhe do të ndërveprojnë me lirinë e zorrve me një ritëm më të mirë dhe më të shpejtë. Panxari mund të zvogëlojë gjithashtu edhe riskun e defekteve të lindjes. Panxari është i pasur me vitaminën C dhe fibra së bashku me kalium dhe mangan. Këto minerale esenciale janë jetike për funksionet e nervave dhe të muskujve, veshkave, pankreasit dhe mëlçisë. Panxari gjithashtu përmban folate të vitaminës B që mund të zvogëlojnë riskun e defekteve të lindjes. Panxari mund të ulë gjithashtu presionin e gjakut. Pirja e lëngut të panxarit ul nivelin e presionit të gjakut në vetëm disa orë. Një studim ka zbuluar se pirja e një gote me lëng panxari ul presionin e gjakut në një mesatare prej 4 deri në 5 pikë. Kjo mund t'i atribuohet nitrateve natyrore që ndodhen me shumicë tek panxari. Panxari lufton inflamacionet. Shumë sëmundje fillojnë për shkak të inflamacioneve në organizëm. Betain është një lëndë ushqyese tek panxari që mbron qelizat, proteinat dhe enzimat nga stresi. Ajo gjithashtu lufton inflamacionin dhe mbron organet e brendshme. Ndaj përfshirja e panxarit në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Lëngu i panxarit është i njohur si një pastrues dhe ndërtues i gjakut, i cili ndihmon në krijimin e qelizave të kuqe. Studiuesit tregojnë se lëngu i panxarit përmirëson strukturën e gjakut, lehtëson problemet e sistemeve të qarkullimit të gjakut, të zorrve dhe sistemit tretës. Sipas tyre, lëngu i panxarit shkrin gurën në veshka, në mëlçi dhe në fshikzë. Uluntimet kanë gjetur se një gotë me lëng panxari në ditë ul tensionin e lartë të gjakut sipas American Heart Association. 1 në 3 të rritur ka tension të lartë të gjakut. Në vitin 1950, Dr. Frenzy nga Hungaria personave u jepte edhe të pinin lëng panxari çdo ditë dhe kishte kthyer atë në mënyrë efektive dhe në eliminimin e problemit të radikaleve të lira. Te panxari u gjet se rrit prodhimin e elementeve të cilët ndihmojnë trupin kundër helmeve të shkaktuara nga radikalet e lira. Nëse ju jeni të varfër dhe ky proces do ju ndihmojë shumë në lehtësimin e komplikacioneve që ato shkaktojnë. Ekspertët tregojnë se përfshirja e lëngut të panxarit në dietën tuaj mund të jetë një alternativë e çmuar kundër këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e përfitimeve të shëndetit tuaj. Për të përmirësuar shijen, panxarin mund ta shtoni në këtë lëng. Një panxar i kuq mesatar, 2 thelbi hudhër, 1 moll, 2 feta të holla me xhinxher, 1 lugë çaji me lëng limoni. I furloni të gjitha dhe i shtrydhni. Lëngun që krijohet prej saj e konsumoni vazhdimisht gjatë ditës dhe kështu do të merrni përfitimet kryesore që panxari do të ketë në organizmin tuaj. Lëngu i tillë do t'jap rezultate fantastike në dobi të shëndetit dhe do të lehtësojë komplikacionet. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja të rregullta, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato do t'japin në dobi të shëndetit dhe jo vetëm. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
edhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen edhe miqtë e tu.